Ka një moment në jetë që të ndryshon për gjithmonë. Kur e kupton se njeriu që të mbante në krah, që të ngrinte sa herë rrëzoheshe dhe që të thoshte gjithmonë: mos u shqetëso, unë jam këtu. Një ditë fillon të lodhet. Babaj nuk qan leth, nuk ankohet, nuk tregon se i rëndon jeta. A e busqesh edhe kur zemra i dhem. Punon edhe kur pushim trupi i kërkon. Sakrifikon ëndrat e ti, vetëm që fëmijët e ti të jetojnë ëndrat e tyre. Dhe një ditë e kupton se heroi yt nuk është plagur, sepse humbi forcën, por sepse shpenzoi gjithë jetën duke të mbrojtur ty. Mos prit nesër për ta përqafuar, mos prit një rast të veçantë për t'i thënë: bab, të dua. Ndonjëherë këto 3 fjalë vlejnë më shumë se çdo dhuratë në botë. Zoti ruajt të gjithë baballarët, u dhënë shëndet, paqe dhe jetë të gjatë. Sepse nuk ka pasuri më të madhe se sa ta kesh baban pranë dhe ta dëgjosh ende zërin e tij. Përqafoje baban sa e ke. Koha kalon më shpejt se sa e kuptojmë.